përgjithësi. Kajnoci? Situata e djeshme është një atak mbi demokracinë, realisht është mbi të arriturat e Kosovës. Tash 25 vjetë kemi lanë mbrapa dikur një kacafytje elektorale që kishin një histori jo të lehtë, si rastin na kemi pas edhe në zgjedhje dhe në fushatat të kaluara, por shumë kohë më përpara, të paktën 20 vjet më përpara. Dhe ky është një rast i cili nuk do duhet të shërbente ecjes së shoqërisë dhe të politikës drejt një kultivimi kulturor emancipues më të mirë, të garimit për vlera dhe jo të konfrontimit fizik. Është një rast i cili si rrjedhoi vjen nga lehtësia e identifikimit ose të quajturit tjetrit me epitetet të ndryshme. Dhe këtu është dështimi më i madh i shtetit të Kosovës dhe dështimi më i madh i sistemit. Dhe mund të themi se kjo është pasoja e asaj që shpesh herë edhe qytetar, po tashmë edhe politikan lejojnë vetës, po them që qoftë në rrjetet sociale apo kudo përdorin shprehje që ndoshta edhe nganjëherë dhe t'i kalojnë kufit. Pa dashur që ta arsyetoj diçka, megjithatë e kemi parë se është goxha e shprehur, sidomos tashmë në fushat, gjuha që përdoret edhe nga politikanët, edhe nga qytetarët, nga gjithë. Sakt, dhe jo vetëm ky rast. Kemi ne bashkëjetojmë një kohë të gjatë me epitetet të rënda të politikanëve ndaj politikanëve të tjerë e pastaj edhe të shoqërisë në tërësi. Dhe këtu ka dështim të madh të sistemit të drejtësisë rrjedhimisht të shtetit. Sepse një rast i tillë do të mund të zgjidhej në gjykata. Nëse zoti Mehani kishte ofenduar zotin Lushtaku, zoti Lushtaku do të ishte e udhës që atë epitet që ja kishte vënë të dërgonte në sistemin e drejtësisë, në gjykata të trajtohej mirëfilli dhe të merrte epilogun meritor sipas normave juridike në fuqi. Kësaj ne do të ndërtonim rrugën reale të qenit shtet demokratik dhe të qenit shtet aspirues evropian, sepse ne po duam atje të shkojmë dhe me kësi modele nuk shkohet as në Evropë, as kund tjetër, vetëm se bëjmë një prapakthim të rrezikshëm dhe kjo nuk ka qenë as kultura jonja, dorën zemër kanë qenë raste sporadike e pasire. Dhe pse ka dështuar shteti këtu? Sepse mjerisht hallkat e dështimit janë të gjata, por përfundon të sistemi i drejtësisë. Fillon te baza elektorale ku nuk kursehet askush, ne kemi politikan që kanë tashmonovka të ndryshme, pa asnjë bazë të verifikuar. Kemi politikan që etiketojnë politikan të tjerë si të rrezikshëm për shtetin e Kosovës dhe neve na drejtojnë ata të rrezikshëm dhe kërkush nuk e dim për çfarë rreziku dhe në çfarë kuadratit të rrezikut mund të jemi. Kemi politikan që e lidhin direkt kryeministrin me shërbime të huaja, kemi qytetarë që nuk e quajnë ndryshe përveç me epitete egërsisht banale dhe brutale secilin prej oponentëve politik, qoftë Dhe gënon se është kjo si rrjedhoi e asaj çfarë politikan, pra veprimet e qytetarëve a mund të jenë si pasojë e gjuhës përdorur dhe narrativa që krijojnë politikanët për njëri tjetrin, sepse mbajmë në reagimin që pati dje zotëri Lushtaku tha se pushteti Albin Kurti tentoi të mos ulmoj, qytetarët nuk e lejuan dhe reaguan. Pra u hodh faji tek qytetarët, ndërkaq po mendoj u fajsuan qytetarët, u hek barra nga vetja dhe në fund gjithë kësaj fajsohet Albin Kurti. Zoti Lushtaku tentoi nëpërmes atij reagimit ta heqë fajin nga vetja e tij, duke thënë që e sulmuan qytetarët, ende nuk është e verifikuar se si ka ndodhur ajo. Ka versione të tjera që thonë se zoti Lushtaku ka të arrestuar, por nuk ka ftesë për intervistim nga prokuroria për Lushtakun. Po ky është një gabim, prap po dalim të ajo që thash pak më herët, dështimi i sistemit të drejtësisë. Në kohën kur jemi të mbuluar nga vëzhgimet e kamerave, nga mundësia e incizimeve, ne kemi mungesë të fakteve dhe kjo është e pafalshme. Por isha duke thënë që kur dështon trajtimi i rasteve të etiketimeve të rënda, pastaj drejtësia mirret në dorë dhe bëhet vetë gjyqësi, kemi dështuar si shoqëri. Dhe dje ndodhe një rast i tillë i cili na dëshmoi që nuk jemi larg nga të marrit
në dorë situatën personalisht se cili. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, e veçanërisht është e rrezikshme kur në incidente të kësaj natyre përfshihen kategoritë të larta institucionale, sepse njëri nga të përfshirët është kryetar kuvendi, kryetare komune, tjetri është zëvendës ministër. Pra nuk janë profile as të ulta dhe nuk janë njerëz të zakonshëm të këtij vendi. Mesazhi pastaj që përcillet është tepër i rrezikshëm. Nëse bëka që një kryetar komune të përfshihet në incident fizik direkt dhe një zëvendës ministër po ashtu të përfshihet në incident fizik direkt, kjo për qytetarin është mesazh i rrezikshëm. Nëse vetëgjyqësinë e merr në dorë institucionalisti, atëherë kjo prapë për qytetarin është një mesazh se duhet t'i kryesh detyrat vet. Prandaj unë mendoj që piktura e përgjithshme e zgjeruar e efektit është jashtëzakonisht e dëmshme dhe për ta peshuar dhe për ta shushitur krejt këtë situatë, duhet që organet e drejtësisë prapë të reagonin dhe duhet të reagojnë me efikasitet të plotë në mënyrë që të zbardhet e gjithë situata dhe pavarësisht se si ka qenë dhe kush ka qenë fajtori, ai të merr tretmanin meritor. E qartë. Bart? Për mua